Në orët pas zhdukjes së fluturimit Malaysia Airlines 370 më 8 mars 2014, një grua në Pekin me emrin Cheng Leng mori telefonin dhe formoi numrin e burrit të saj. Ai kishte qenë në Malajzi për një xhirim filmi dhe supozohej të ulej në Pekin atë mëngjes. Telefoni ra. Nuk shkoi asnjëherë në postë zanore. Thjesht vazhdonte të binte. Cheng nuk ishte e vetme. 19 familje nënshkruan një deklaratë të përbashkët. Telefonat e të dashurve të tyre vazhdonin të binin, ndonjëherë për ditë me radhë. Familjet u lutën. Këto sinjale janë ende aktive. Triangulojini telefonat, gjeni të dashurit tanë para se të mbarojnë baterit. Disa familje madje kontrolluan QQ-n, platformën më të madhe të mesazheve në Kinë, dhe pan llogaritë e pasagjerëve ende të shfaqura si të lidhura. Inxhinierët e telekomunikimit kanë kaluar një dekadë duke shpjeguar se toni i ziles mund të gjenerohet nga vetë rrjeti, ndërsa kërkon pajisjen. Por nëse ishte kaq e thjeshtë, pse nuk i tha askush familjeve? Dhe asnjë zyrtar, as nga linja ajrore, as nga Malajzia, as nga Kina, nuk u dha atyre asnjëherë një përgjigje. Ajo heshtje nuk kishte të bënte me telekomunikimin. Ajo ishte një zgjedhje, dhe ishte e para nga shumë të tilla. Sepse rreth të njëjtës kohë kur ato familje po thrisnin numra që nuk do të përgjigjej kurrë, një kontrolltor në Kuala Lumpur po informoi për diçka që do të përcaktonte 12 vitet e ardhshme të këtij hetimi. Në orën 2:03 të mëngjesit të 8 marsit, Malaysia Airlines raportoi tek kontrolli i trafikut ajror vietnamit se MH370 ndodhej në hapësirën ajrore kambodgjane. Avioni nuk ishte në Kambodgjë, nuk qe asnjëherë as afër Kambodgjës. MH370 ndodhej në të vërtetë mbi ngushticën e Malakës, duke fluturuar në drejtim të kundërt, i gjurmuar nga radari ushtarak që Malajzia e kishte ndjekur që nga ora 1:30 e atij mëngjesi dhe nuk do ta ndante me botën për 3 ditë të tjera. Një grup telefonash duke rënë në Pekin, një gënjeshtër e transmetuar nga Kuala Lumpur. Kjo është nata kur zhduk MH370 dhe kjo është nata kur filloi një heshtje 12 vjeçare. Ky video është i ndryshëm nga 3 të mëparshmet që kemi bërë në këtë kanal. Ne kemi mbuluar pilotin, kërkimin, hetimin, por ajo që nuk kemi bërë, ajo që askush nuk e ka bërë siç duhet, është të paraqesim skemën e plot të asaj çfarë dinte Malajzia, kur e dinte dhe çfarë zgjodhi të fsheh. Gjithçka në këtë video është e bazuar në raporte zyrtare, dokumente të rrjedhura, transkriptime të kontrollit të trafikut ajror, të dhëna gjyqësore dhe deklarata direkte nga një ish kryeministër i Australisë. Ekzistojnë 2 heshtje në historinë e MH370. E para është e famshme. Pasi avioni u zhduk nga radari 40 minuta pasi nisi një fluturim rutin nga Kuala Lumpur drejt Pekinit, ai fluturoi edhe 7 orë të tjera, bazuar në të dhëna satelitore, që hetuesit do t'i mblidhnin më vonë, thellë në Oqeanin Indian Jugor, pa bërë asnjë komunikim. 7 orë me një avion komercial, duke lundruar nëpër njërin nga shtrimjet më të zbrasta ujore në tokë, ndërsa njerëzit në tokë nuk dinin as në ç'drejtim të shikonin. Ajo heshtje përfundoi rreth orës 8:19 minuta të mëngjesit me orën lokale, kur mbaroi karburanti dhe avioni ra në det. Heshtja e dytë është ajo që ka më shumë rëndësi, dhe ajo vazhdon ende 12 vite të vonë, sepse që nga ora e parë pas zhdukjes së MH370, qeveria Malajzia dinte gjëra që nuk i ndani. Ata gjurmuan avionin me radar ushtarak shkuar perëndim, ndërsa dërguan ekipet e kërkimit lindje. I than kontrollit të trafikut ajror vietnamit se avioni ndodhej në hapësirën ajrore kambodgjane, kur nuk ishte as afër Kambodgjës. MH370 ndodhej në të vërtetë mbi ngushticën e Malakës, duke fluturuar në drejtim të kundërt, i gjurmuar nga radari ushtarak që Malajzia e kishte ndjekur që nga ora 1:30 e atij mëngjesi dhe nuk do ta ndante me botën për 3 ditë të tjera. Simulatori i fluturimit në shtëpinë e kapitenit. Malajzia e quajti rutin, pastaj në mënyrë të heshtur përjashtoi faqet më të rëndësishme nga raporti i tyre i hetimit. Ky video ka të bëjë me atë heshtje të dytë, jo misterin e asaj çfarë ndodhi në kabinë, por misterin e asaj çfarë ndodhi në tokë, dhe pse 12 vjet më vonë, ata që duhet të jepnin përgjigje janë ende ata që i bllokojnë. Nëse jeni të interesuar të diskutoni MH370 çdo ditë dhe të eksploroni gjithçka që lidhet me misterin, mos hezitoni të bashkoheni me serverin ton të ri të Discordit. Dhe tani, kthehemi te videoja. Në bord ishin 239 pasagjerë, 2/3 prej tyre qytetar kinez.
Çdo njeri prej tyre ka një familje diku që u zgjua më 8 mars 2014 dhe hyri në një makt që nuk ka përfunduar. Dhe për shumicën e atyre familjeve, sistemi ligjor ka qenë pothuajse po aq mizor sa vetë zhdukja. Në vitin 2016, familjet e 75 pasagjerëve kinez paraqiten padi kundër Malaysia Airlines në gjykatën popullore të rrethit Chaoyang të Pekinit. Mendoni për atë linjë kohore për një moment. Avioni zhdukej në mars 2014, duhet deri në vitin 2016 vetëm për të paraqitur rastet, dhe pastaj gjykata merr edhe 9 vjet të tjera për të nxjerrë vendimin e saj të parë. Më 8 dhjetor 2025, vendimi përfundimisht u dha, por jo për të gjithë. Nga ato 75 familje, 47 kishin arritur tashmë marrëveshje jashtëgjyqësore dhe kishin tërhoqur paditë e tyre para se vendimi të vinte ndonjëherë. Ata morën çfarë mundën dhe u larguan. Edhe 23 raste janë ende në pritje nga familje që nuk kanë qenë në gjendje të kryejnë procesin ligjor të shpalljes zyrtare të vdekjes së të afërmve të tyre, sepse ta bësh këtë, nënkupton të pranosh me shkrim se personi që duan është i zhdukur. Kjo lë 8 familje që mbajtën për 9 vjet. Malaysia Airlines u urdhërua të paguante secilit prej tyre 2.9 milion yuan, rreth $410.000, duke mbuluar kompensimin për vdekje, shpenzimet e varrimit dhe atë që gjykata e quajti dëmshpërblim për vuajtje mendore. Dhe pjesa më e keqe është se familjet nuk u përballën vetëm me vonesa ligjore dhe ngadalësi burokratike. Ata u përballën me pengim aktiv. Por pengimi nuk ishte vetëm ligjor, ishte edhe fizik. Në vitin 2016, Blaine Gibson, një gjyqtar i pavarur mbeturinas, që po kërkonte blazhe nëpër Oqeanin Indian Perëndimor me kohën e tij dhe paratë e tij, gjeti atë që dukej të ishin në rënoja nga MH370 në bregun e Madagaskarit. Procedura e duhur do të ishte të dërgonte copat në Malajzi për ekzaminim mjekoligjor. Gibson u përpoq të bënte pikërisht këtë, dhe Malajzia refuzoi të paguante kostot e dërgimit. Lëreni këtë të zinte vend për një moment. Një njeri gjen prova fizike nga hetimi i avionit më të shtrenjtë të humbur në historinë e aviacionit. Ai kontakton qeverinë që supozohet të drejtojë atë hetim, dhe ata nuk mbulojnë tarifën e ngarkesës për ta ekzaminuar atë. Më shumë se 40 copë të dyshuara rënojash të MH370 janë zbuluar të shpërndara në përblazhe nga ishulli Reunion deri në Afrikën e Jugut, gjatë 11 vjetëve të fundit. Disa u zbuluan nga ekipet e organizuara të kërkimit, të tjera u gjendën fjalë për fjalë nga turistët në vushime. 3 u verifikuan zyrtarisht nga hetuesit si pjesë e avionit, por shumë njerëz nuk e besojnë. Mbeturinat u shpëlën mijëra kilometra nga vendi ku avioni supozohej të kishte rënë, në anën e gabuar të Oqeanit Indian. Dhe procesi i verifikimit, Malajzia nuk e bëri mjaftueshëm të transparent për të qenë plotësisht i besueshëm nga kushdo. Por ja çfarë duhet të shqetësoj të gjithë ne. Edhe pasi qendra e koordinimit aktivizohet më përfund, kërkimi vazhdon në lindje. Kur lind dielli më 8 mars 2014, anijet dhe avionët vendosen në detin e Kinës Jugut. Ujërat midis Malajzisë dhe Vietnamit, ku MH370 supozoi të drejtohej kur u humb kontakti. Aty fokusohen titujt e lajmeve. Aty u thuhet familjeve të drejtojnë shpresat e tyre. Malajzia ka pasur të dhënat e radarit ushtarak që tregojnë se avioni shkoi perëndim që nga ora 1:02 e mëngjesit, dhe ata i mbajnë ato. Duhet deri më 11 mars që Malajzia të pranojë publikisht se ushtria e saj gjurmoi një avion të pa identifikuar duke kaluar gadishullin dhe duke u drejtuar drejt Oqeanit Indian. 3 ditë të plota operacione shkërkimi në trupin e gabuar ujor, 3 ditë karburanti dhe parash dhe kohë të djegura në një vend nga i cili ushtria malajziane tashmë e dinte se avioni kishte larguar. Dhe kjo nuk ishte e panjohur brenda rajonit. Zëvendës ministri i transportit i Vietnamit konfirmoi më vonë se operatorët e radarit vietnamez kishin vënë re në mënyrë të pavarur se MH360 po kthehej perëndim natën e 8 marsit dhe kishin informuar autoritetet malajziane të njëjtën ditë. Malajzia kishte konfirmim nga të dhënat e radarit të një shteti të dytë. Ata nuk thanë asgjë gjithsesi për 3 ditë. Ndërsa bota po kërkonte në detin e Kinës Jugore, ndodhi diçka e papritur. Sistemi i komunikimit satelitor të avionit,
i cili ishte fikur bashk me gjithçka tjetër, u rinis met dhe filloi të dërgonte shtrëngime automati dore tek një satelit çdo orë. Thjesht një sinjal duke thënë, jam ende këtu. Ato shtrëngime dore janë të vetme të dhëna gjurmuese që ekzistojnë për 6 orët e fundit të MH360 dhe çdo kërkim në New York që nga viti 2014 është bazuar në to. Por ja pjesa që nuk merr vëmendjen e duhur. Nëse sistemi i komunikimit satelitor u fik me qëllim për të parandaluar gjurmimin, gjë që koha e ngjarjeve e sugjeron fuqishëm, atëherë rinisja e tij ishte pothuese me siguri e paqëllimshme. Shpjegimi më gjerësisht i pranuar është se dikush në avion rikonfiguroi sistemet elektrike, ndoshta për të rivendosur energji në disa busa, dhe sistemi i komunikimit satelitor u kthyen online si efekt ansor. Një gabim. Nëse sistemi i komunikimit satelitor ishte mbetur i fikur, avioni do të kishte zhdukur në Oqeanin Indian dhe bota do të kishte pasur fjalë për fjalë zero të dhëna rreth vendit ku shkoi pas humbjes së kontaktit me radarin ushtarak. Deri në orën 8:19 të mëngjesit, shtrëngimet e dorës ndalojnë. Sinjali i fundit është një kërkesë pjesëshme logon. Sistemi i komunikimit satelitor u përpoq të rilidhej, por nuk mund ta përfundonte sekuencën. Diku në Oqeanin Indian jugor, larg çdo Bregdeti, MH360 ra në ujë. 239 njerëz të zhdukur. Dhe në tokë, 4 orë gënjeshtrash, 3 ditë keq drejtimi dhe pastaj 12 vjet heshtje nga qeveria që supozohej t'i gjente ata. Ata nuk vonuan vetëm kërkimin, ata krijuan diçka shumë më të keqe, sepse kur qeverit heshtin, njerëzit e mbushin boshllokun vet. Deri tani kemi ecur në për atë çfarë bëri Malajzia në orët dhe ditët e para pas zhdukjes së MH360. Por ajo për të cilën nuk kemi folur ende, janë provat që dolën pas kaosit fillestar. Prova që Malajzia i fshehu, i minimizoi apo i përjashtoi aktivisht nga raportet e saj. Dhe këtu historia kalon nga paaftësia e qeverisë në diçka që duket shumë më tepër si mbullim të qëllimshëm. Le të fillojmë me simulatorin e fluturimit të kapitenit. Dhe nëse keni parë një nga video tona të mëparshme, MH360, çfarë nuk di askush, ju i dini tashmë bazat. Por ja versioni i shkurtër. 5 vit më parë se zhdukjes së MH360, kapiteni Zahari Ahmed Shah përdori simulatorin e fluturimit në shtëpinë e tij për të fluturuar një rrugë nga Kuala Lumpur perëndim juglindor nëpër ngushticën e Malakës, pastaj jug të thellë në Oqeanin Indian, duke përfunduar me karburant zero mbi ujëra të hapura. Rruga i ngjan nga afër shtegun që hetiesit besojnë se MH360 ndoqi faktikisht. FBI-a rikuperua skedarët e fshirë nga hard diskjet e tij. Malajzia i mbajti gjetjet për 2 vjet dhe pastaj i quajti simulime fluturimi të lidhura me lojra. Ajo që nuk mbulojmë në videon ton të mëparshme është se çfarë ndodhi me të dhënat e FBI-s pasi Malajzia i mori ato. Dhe kjo është pjesa që kthen një rastësi shqetësuese në atë çfarë duket si mbulim aktiv. Në tetor 2017, hulumtuesi i pavarur, Richard Godfrey, një inxhinier i pensionuar aerokosmostar i pranuar nga vetë Byroja Australiane e Sigurisë së Transportit si ekspert me kredibilitet për MH370, zbuloi diçka që duhej të kishte shkaktuar një reagim shumë më të madh se çfarë bëri. Byroja Australiane e Sigurisë së Transportit kishte pranuar në një email drejt grupit kërkimor Godfrey zotëronin disa faqe shtesë të dhënave të simulatorit të FBI-s që nuk ishin përfshirë në raportin e policisë mbretërore malajziane. ATSB fillimisht supozoi se ky material shtesë ishte thjesht informacioni kokës edhe fundit, të dhëna administrative, asgjë e rëndësishme. Ky supozim doli të ishte plotësisht i gabuar. Faqet e munguara përmbanin të dhënat e vulës kohore për sesionin e simulimit dhe ato vula kohore ndryshuan gjithçka. Ato treguan se Zahari nisi ekzekutimin e simulatorit më 2 shkurt 2014 në orën 3:26 të pasdites me orë lokale dhe përfundoi në orën 4:38 të pasdites. 2 ditë më vonë, më 4 shkurt, Zahari ishte i planifikuar të komandonte fluturimin MH150 nga Kuala Lumpur drejt Xhedës, Arabisë Saudite. 3 pikat e para të dhënave të rikuperuara nga simulatori janë të qëndrueshme me rrugën e nisjes së MH150 drejt Xhedës, që do të thotë simulimi fillon si ai fluturim specifik para se të devijojë jugut në oqean. Por ja çfarë bën faqet e shtypura kaq dëmtuese.
pa vulat kohore, mund të argumentosh se simulimi ishte i rastësishëm, thjesht një pilot duke u argëtuar në ditë të ndryshme me skenar të ndryshëm. Me vulat kohore, lidhja me MH150 bëhet pothuajse e pamundur të anashkalohet. Sesioni ndodh ditën e lirë të Zahariut, 2 ditë para se të planifikohet të fluturojë rrugën e saktë me të cilën fillon simulimi. Kjo nuk është rastësi, ajo është një linjë kohore. Dhe ka një pyetje të varrosur në të gjitha këto, që asnjë autoritet zyrtar nuk ka dhënë kurrë përgjigje. Pse policia mbretërore malajziane e përjashtoi këtë të dhënë nga raporti i saj? FBI-ja e dërgoi, ATSB-ja e mori, vulat kohore ishin atje, por dokumenti që Malajzia përdori si bazë për të pastruar publikisht gjetjet e simulatorit, dokumenti që i lejoi ata të thoshin asgjë e dyshimt, u mungonin faqet që i bënin gjetjet më të dyshimta. A e mori Malajzia të dhënën e plot të FBI-s dhe zgjodhi të linde vulat kohore jashtë, apo FBI-ja dërgoi të dhënat e plota vetëm tek ATSB-ja dhe jo tek Malajzia? Çdo kujt nga këto përgjigje ngre pyetje serioze rreth kush kontrollonte narrativën dhe pse. ATSB-ja, nga ana e saj, e mori seriozisht evidencën e simulatorit. Raporti i hetimit të sigurisë së Malajzisë e klaroi shprehimisht se kishte mjaftueshëm ngjashmëri me shtegun e fluturimit të MH370 që ATSB-ja të merrte me kujdes implikimet e mundshme për zonën e kërkimit në New York. Ky është qeveria australiane, shteti që shpenzoi $150 milion drejtuar kërkimin, duke thënë zyrtarisht se të dhënat e simulatorit të kapitenit ishin relevante për vendin ku ra avioni. Raporti i hetimit të sigurisë së Malajzisë e quajti të njëjtën evidencë jo të zakonshme dhe e klasifikoi si aktivitet rutine lojrash. 2 qeveri, të njëjta evidencë, përfundime të kundërta. Njëra po drejtonte hetimin, merrni me nga cila minimizoi. Dhe pastaj është pjesa që i lidh të gjitha këto. Deklarata që duhet të kishte qenë lajm kryesor për 1 muaj dhe disi nuk ishte. Në shkurt 2020, ish kryeministri australiane Tony Abbott u ul për një dokumentar të Sky News rreth MH370. Abbott ishte në detyrë kur avioni zhduku. Ai koordinoi drejt për drejt me udhëheqësen malajziane gjatë krizës. Ai mbikëqyri rolin e Australisë në operacionin më të madh të kërkimit në historinë e aviacionit. Dhe para kamerës, 6 vjet pas faktit, ai tha këtë. Kuptimi im shumë i qartë nga nivelet më të larta të qeverisë malajziane është se që shumë herët ata menduan se ishte vetë vrasje nga piloti. Abbott tha se ju tha kjo brenda 1 jave nga zhdukja e avionit. Ndërsa Malajzia po u thoshte publikisht botës se shkaku ishte i papërcaktuar, ndërsa po deklaronin publikisht se piloti ishte pastruar, ndërsa po u thoshin 239 familjeve se çdo mundësi ishte ende mbi tryez, pas 2 erëve të mbyllura në nivelet më të larta të qeverisë, ata kishin marrë tashmë vendim. Dhe reagimi i Malajzisë kur Abbott doli publikisht, ish kryeministri Najib Razak nuk e mohoi. Ai tha portalit të lajmeve Free Malaysia Today se skenari i vetvrasjes nga piloti nuk ishte përjashtuar kurrë gjatë hetimit, por tha se do të ishte apadrejt dhe ligjërisht e papërgjegjshme ta thoshte publikisht sepse kutitë e zeza nuk ishin gjetur. Uluni me atë logjik për një moment. Ne nuk mund ta emërtojmë shpjegimin më të mundshëm publikisht sepse nuk kemi rikuperuar evidencën që do ta konfirmonte. Dhe gjithashtu nuk do të shtym shumë fort për ta rikuperuar atë evidencë. Kutitë e zeza janë në fund të oqeanit. Qeveria që privatisht beson se e di çfarë ndodhi, nuk tregon asnjë urgjencë për të gjetur provën. Dhe heshtja vazhdon. Tani, gjithçka që kemi mbuluar deri tani, vonesa e radarit ushtarak, raporti i REM për Kamboxhën, dhënat e simulatorit, zbulimi i Abbott, të gjitha këto janë fakte të dokumentuara. Kur i vendosni krah njëra tjetrës, fotografia që del nuk është një qeveri që ishte e hutuar. Është një qeveri që e dinte shumë herët çfarë ndodhi me shumë mundësi dhe mori një vendim të llogaritur ta mbante të heshtur. Kostoja e atij vendimi nuk ka qenë drejtësia e vonuar për familjet, ka qenë diçka që mund të argumentohet se është edhe më e keqe. 12 vjet vakum informacioni i cili është mbushur nga teori. Ne do të ecim nëpër 3 prej tyre tani. Jo pse meritojnë vlefshmëri, por sepse secila është simptom direkt e asaj çfarë krijojnë 12 vjet heshtje. E para është teoria e patentës së Freescale Semiconductor. Është njëra nga teoritë e komplotit të MH370 më shumë të ndara online, dhe shkon kështu. 20 punonjës të Freescale Semiconductor ishin në bord të MH370. Freescale punon në teknologji mbrojtjeje.
Pasi pasagjerët u shpallën të vdekur, një patent kyçe supozohet se ju transferua mbajtësve të mbetur të patentës, të cilët teoricienët e komplotit pretendojnë se ishte kompania më me Freescale-it e lidhur me firmat e putishma investimi si Blackstone dhe Carlyle Group. Teoria përfundon se avioni u rrëzua për të konsoliduar kontrollin e pronësisë intelektuale të vlefshme. Le të ecim në për atë çfarë është e vërtetë dhe çfarë nuk është. 20 punonjës të Freescale ishin vërtet në bord. Freescale punon në teknologjinë e gjysmëpërqelluesit me aplikime mbrojtëse. E vërtet gjithashtu. Dhe kompania vërtet ka lidhje me firmat kryesore investimi nëpërmjet strukturës së saj të pronësisë korporative. Por ja ku bien sy. Patenta specifike e cituar në teori nuk liston asnjërin nga 20 punonjës të Freescale në MH370 si inventor. Është një grup krejtësisht i ndryshëm njerëzish. Dhe edhe nëse do të ishin listuar, e drejta e patentave nuk funksionon ashtu siç pretendon teoria. Kur vdes një mbajtës patente, aksioni i tyre nuk i kalon automatikisht punëdhënësit, shkon në pronën e tyre si çdo aktiv tjetër. Mbi Të gjitha, çmimi i aksionit të Freescale ra pas zhdukjes së MH370. Nëse kjo ishte vrasje korporative, ishte një e paprofitueshme për t'u admiruar. Teoria ka shumë mundësi të jetë e gabuar. Por ja çfarë ka rëndësi për këtë video. Ajo ka mbijetuar për 12 vjet, pjesërisht sepse Malajzia nuk e publikoi kurrë plotësisht manifeston e ngarkesës për MH370. Përmbajtja e plotë e asaj çfarë ishte në qoshkun e atij avioni nuk është bërë kurrë publike. Kur familjet dhe gazetarët pyetën, u thanë se ngarkesa ishte normale, por manifesti i detajuar mbeti i klasifikuar. Teoria e dytë është Diego Garcia. Ideja se MH370 u fluturua drejt bazës ushtarake amerikane në atolinin e largët në qendër të Oqeanit Indian. Kjo ka më shumë pjesë lëvizshme. Diego Garcia është real. Është një instalim ushtarak shumë i kufizuar amerikan në mes të Oqeanit Indian, rreth 2200 milje nautike nga Kuala Lumpur. MH370 kishte mjaftueshëm karburant për ta arritur. Disa peshkatarë në Maldive raportuan se pa një avion duke fluturuar ulët, duke i përshtatur një Boeing 777 mëngjezin e 8 marsit. Shirita të kuq dhe blu mbi një fuzelazh të bardhë, gjë që përputhet me livren e Malaysia Airlines. Gazetari francez Marc Dugan e hetoi teorinë në vitin 2014 dhe më vonë pretendoi se u paralajmërua nga burimet e inteligjencës perëndimore. Dhe SBA-ja nuk ka publikuar kurrë të dhëna nga sistemi i tij i survejimit zanor, i njohur si SOSUS, i cili është rrjet hidrofonesh në ujore, një sistem i projektuar për të zbuluar në ndecet, që pothuajse me siguri do të kishte kapur ndikimin e një avioni të madh duke goditur oqeanin. Tani, evidenca kundër kësaj teorie është më e fortë. Të dhënat satelitore të Inmarsat, harqet e shtrëngimeve të dorës për të cilat folëm më herët, tregojnë avionin duke lëvizur jugut larg nga Diego Garcia gjatë orëve të tij të fundit. Matematika nuk mbështet një fluturim veriperëndimor drejt atolit, dhe realiteti operacional i fshehjes së një Boeing 777 në një bazë ushtarake aktive të stafuar me mijëra personel pa asnjë rrjedhje për 12 vjet e shtrin besueshmërinë përtej pikës së thyerjes. Por dhe kjo është skema. Ajo vazhdon sepse qeverit nuk kanë publikuar të dhënat që do ta mbyllnin. Regjistrimet hidrofonike SOSUS nga marsi 2014 nuk janë bërë kurrë publike. Nëse SBA-ja i publikonte ato të dhëna dhe tregonte asnjë ndikim në Oqeanin Indian Jugor, do të ngriste pyetje të reja legjitime rreth vendodhjes së rrëzimit. Dhe pastaj është teoria që duhet të rishikojmë. Në videon ton të fundit, ne sollëm Ashton Forbes dhe videot e teleportimit. Nuk hym dhellë në to, ne i përmendëm si njërën nga disa teori alternative. Ja si filloi kjo. Në maj dhe qershor 2014, pak më shumë se 2 muaj pas zhdukjes së MH370, një përdorues anonim i YouTube-it me emrin Raiksai Danon ngarkoi 2 klipe të shkurtra. I pari dukej si një avion pasagjerës i filmuar nga një dron ushtarak, një kanal gri i grumbulluar me mbiondesje të ekranit kokë lart. I dyti dukej si imazheri termike satelitore, një pamje nga lart poshtë me rreze infra të kuqe, të njëjtit avion. Në të dy videot, 3 objekte sferike ndriçuese shfaqen, rrotullojnë avionin në një model të koordinuar dhe pastaj ka një blic të paprit. Avioni dhe sferat zhduken njëkohësisht. Për 9 vjet, pothuajse askush nuk i shikoi këto.
Ato kishin disa mira shikime gjithsej. Shumica e njerëzve që ndeshin me to supozuan se ishin një ushtrim i dukshëm CGI dhe vazhduan. Pastaj në vitin 2023, një dokumentar i Netflixit e solli MH370 përsëri në bisedën kryesore, dhe këto dy klipe të vjetra u rishikuan në Reddit dhe Twitter. Brenda javësh kishin miliona shikime dhe Ashton Forbes, një hulumtues i pavarur vetë përshkrues që kishte hetuar videot, u bë avokati i tyre më i dukshëm, duke ndërtuar një ndjekje të madhe në X dhe YouTube rreth pretendimit se ato klipe tregonin pamje autentike ushtarake amerikane të MH370 duke u teleportuar, duke përdorur teknologji të klasifikuar të avancuar. Teoria e plotë e Forbes shkon kështu: 3 sferat nuk janë jashtëtoksore. Ato janë anije antigravitacionale të prodhuara nga njeriu, të vendosura nga ushtria amerikane ose kontraktor të lidhur të mbrojtjes, ndoshta të lidhura me programe në Skunk Works të Lockheed Martin ose Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes. Teknologjia përfshin bashkimin atomik, nxjerrjen e energjisë zero pik dhe shtytjen magneto-hidrodinamike, duke krijuar në thelb një vrim krimbi lokale që heq avionin nga hapësira koha normale. Forbes e lidh këtë me 20 punojësit e Freescale Semiconductor në bord, duke sugjeruar se operacioni u motivua nga kontrolli mbi teknologjinë e avancuar të mikrochipave. Ai tregon zbulimeve të fundit të qeverisë amerikane rreth fenomeneve ajrore të paidentifikuara, si evidencë se ky lloj teknologjie ekziston brenda programeve të klasifikuara. Kjo është teoria. Tani le të shohim çfarë mbështet faktikisht dhe çfarë nuk e mbështet. Rasti për autenticitetin ishte në sipërfaqe më i detajuar se sa shumica e njerëzve prisnin. Videoja satelitore referoheshi si USA-229, i cili është një satelit real i klasifikuar i zyrës kombëtare të zbulimit. Koordinatat e shfaqura në pamje korespondonin afërsisht me pozicionin e projektuar të MH370 mbi detin Andaman në kohën kur radari ushtarak humbi kontaktin. Karakteristikat termike në videon infratë-kuqe, në nënshkrimet të nxehtësisë, modelet e kontrastit, dukeshin gjerësisht të qëndrueshme me atë çfarë do të prodhonin sistemet e imazheve ushtarake me lëvizje të gjerë, si Gorgon Stare. Dhe njerëz me priardhje ushtarake vunë re se falsifikimi i saktë i mbi vendosjeve të sensorit, shpejtësive të kornizave dhe artefakteve të imazhit termik nga sistemet e klasifikuara do të kërkonte një huri shumë specifike të brendshme që një hobi mesatar i efekteve vizuale nuk do t'i kishte. Dhe pastaj është evidenca fizike. Forbes e sheh ndryshe dhe milione njerëz bien dakord me të. Ata argumentojnë se vendndodhjet e mbeturinave nuk përputhen me zonën zyrtare të rrëzimit, se kohët e rrjedhjes nuk shtohen dhe se teoria bazohet në koncepte si vrima krimbi të kalueshme dhe energji zero pik, ide që ekzistojnë në fizikën teorike, por nuk janë demonstruar kur nga askush askund. Gjë që na sjell ku jemi tani. Ocean Infinity nisi kërkimin e saj të tretë në New York Thell më 30 vjetor 2025. Por ja çfarë bën këtë kërkim të ndryshëm nga gjithçka që erdhi para. Në bord, inteligjenca artificiale përpunon të dhëna në kohë reale, duke dalluar midis formacioneve natyrore gjeologjike dhe objekteve të prodhuara nga njeriu. Nëse MH370 ndodhet brenda zonës që ata po skanojnë, kjo teknologji ka një shans real për ta gjetur, dhe nëse e gjejnë, nëse arrin të rënojat dhe rikuperojnë regjistruesin e të dhënave të fluturimit dhe regjistruesin e zërit të kabinës, ato 2 kuti portokalli do të përgjigjen pothuajse çdo pyetje jetë mbetur.